ke lyp marrë këtu. Ec të shtëpia, ec. A më erdhe ti për mas, a ti erdha unë ty? Mos janë një ga, mos ka bëm janis. Se se vjen ajo qika, nërsi krejtve, që ju kalëzë krejt zullumen që ti ma bën. Po ti e mësu me dalë në për ma hollë, me thonë që shtë po ma bo vjera, që shtë po ma bo vjera. Edhe viqet soho, mos ga bëm me ngri flek që ki zanat, se mi prish flek, qa ku më hek me ndreq. Unë po të thëmë, ec të shtëpia, ec. Unë e shtu përri, e ti bë që ka dush. Okej, kësa hiri po ta foli rriq tu, veç. Mirë, erdhi koha që të fillojmë intervistën, po pak mere me të mirë nusen. Nuk në ka ndodhë kështot në studio. Ja, na shumë mirë e kalona. O, zë qëfar nuse kom, po në rejta stretit e kom këto. S'ko me venire, shumë është i mirë. Qysh? Po, shumë mirë e kalojna valla. Kjo marrëdhënie lë për të dëshiruar, shqyqyr që s'jeni kështu në jetën reale, apo jo? Ja, në jetë reale, jemi shumë mirë, kalojmë shumë mirë. Jo, si kolege, po dhe si shuqe, me të vërtet, knoqëm ashtu të dollë, të pi kafe, takohemi shumë shpesh, se me pavardu si kur në serial që Me që se kalojna mirë, asë që të si shimë konë pashk. Bahrije, shumë video kanë shku viral pikërisht se ti si vjehra në serial. I ke disa kështu të preferencat të tjera për nuse, jo si që është Alketa. Po normal, aty kena rolin, një personazh, edhe do të me shku në bas skenarit, munohem me qenë sa ma besushme të publiku, me qenë sa ma reale. Na intereson të adim se në jetë reale, a je val vjehër ti, apo je nuse vetë, gjithashtu dhe ti Alket? Unë po të regoj edhe për Bahrin, se e di shumë mirë, Bahria halo nuk o bo vjehër, e inshallah do zotë i jep nuk se na i kush kur të vakti me martu djallin. Unë edhe unë jam e martu me, jam nuse, po jo qaq tolerante që jam serial, jam një karakter krejt tjetër.